Përshëndetje të teleshikues të nderuar, në kuadër të ciklit të emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit, sonte para juve kemi një njeri të veçantë. Bëhet fjalë për kryetarin e klubit të futbollit Deçiqi nga Tuzi, zotri Pal Dreshaj. Me Pal Dreshajn bisedën e zhvillojmë tek restorant Tivoli këtu në Tetov, i cili zotriu është misafir i qytetit të Tetovës. Fillimisht, Pal Dreshaj, mirë se u gjetëm në Tetov dhe cila ishte arsyeja që e ardhjes tuaj këtu në Tetov? Faleminderit për interesimin dhe për ftesën. Është kënaqësi të jem në Tetov, nuk është hera e parë sepse këto kam shumë miq dhe shokë të mi. Arsyeja është një aktivitet i shkëlqyeshëm që e ka zhvilluar komuna Bashkia e Tetovës për nder të titularit të kombëtares shqiptare Nedim Bajramin, pra që dje kanë zbuluar moralin pranë shkollës Gjoqe Stojqevski apo jo, mbarës projektit me Zafer Livoreka dhe me kënaqësi jam përgjegjës ftesës së tyre. Kështu që me kanë nderua me ftesë. Opinioni tetovar gjithsesi se dëshiron të dije se kush është Pal Dreshaj. Pra na thoni me pikat e shkurta për CV-n tuaj. Pal Dreshaj, një shqiptar nga Tuzi, Malizi, cili shkollën fillore dhe gjimnazin e ka kryer në Tuzë, në Vendlindje, studimet universitare në Prishtinë në Fakultetin e Kulturës Fizike, ka diplomuar në futboll dhe pas fakultetit kthye në Vendlindje, ka punuar në arsim 20 vite, pastaj si këshilltar për sport në komunën e atëhershme urbane dhe tani po thoj se 5 vite me radhë kryetari i klubit futbollit Deçiqi. Ju jeni kryetari i një klubi të futbollit Deçiqi, një klub shqiptar, që vitin e ardhshëm, pra në vitin 2026, shënon 100 vjetorin e themelimit. Atëherë na thoni shkurtimisht disa fjalë për historikun e kësaj skuadre. Klubi futbollit Deçiqi është i themeluar, po thoj se tani para 100 vitesh, në një qytet pra shqiptar, pra në malin e Zi, Tuzit, dhe gjatë shtektimit 100 vjeçar të klubit në për kategori të ndryshme në rangje të ulta pra të futbollit, me ngritje, me rënje, me peripeti, ja ka arrit qëllimit të mbes gjallë. Në për klub kanë defiluar disa lojtarë që kanë edhe emër botror në nivellit pra arritjet botrore, si Refik Shabanagjovic, ishte lojtari kombëtares të Jugosllavisë, dhe ka fituar kupën e botës, kupën e kampionëve me Crvena Zvezdën e Beogradit, aty ka filluar pra fillet e para i ka filluar aty, pastaj kem pas Ardian Gjokaj që në Majorka ka luaj, Sani Balarovac, e kështu me radhë mos t'i përmendi. Tani, këtë vit, kur ma shënoni 99 vjetorin e këtij klubi, na thoni, cili qenë sukseset më të mëdha të klubit, gjatë këtyre 99 viteve? Për suksese në aspektin e sportiv, pra rezultatet, nuk mund të flasim shumë deri vitin 2020, sepse klubi rrugton të shtekton të për kategori të ulta, pra në nivelin atëhershëm të ish Jugosllavisë. Por megjithatë kanë mbijetuar. Por kanë mbijetuar. Pra për rezultate pra sportive dhe të ndërtimit të infrastrukturës mund të flasim veç prej vitit 2019, sepse atër ishim në kategorinë e dytë dhe unë gjitëm në kategorinë e parë, pastaj vitin e parë, me njëherë ishim pra kryom një rezultat historik për ne në atë kohë, finalin e kupës e Malit të Zi dhe vendi i dytë në kampionat dhe fitum të drejtën vitin e parë të
marrin pjesë në kompeticionet evropiane. Vitin e kaluar, për herë të parë, u shpallet kampion i Malit Zi, cilët ishin ndjenjat tuaja, por edhe të opinionit më të gjerë shqiptar në Mal të Zi, sidomos në qytetin e Tuzit. Si produkti një planifikimi të mirëfillt dhe një punës profesionale dhe serioze, arritëm që për një periudhë 4 vjeçare të realizojmë edhe ëndrat 100 vjeçare të lojtarëve, të stafit, të qytetarëve, të tifozëve tanë, dhe vitin e kaluar u bëm kampion i Malit të Zi për herë të parë në histori. Ndjenjat ishin të papërshkruara, pothuajse edhe të panjohura për ne, sepse të jesh kampion e një shtetit është një emocion i jashtëzakonshëm. Emocionet ishin si për ne, ashtu edhe për krejt qytetarët e Tuzit dhe krejt tifozët tanë, por jo veç edhe të tyre, ishin emocionet e mëdhaja, të këndshme, ishin emocionet edhe kënaqësia shihelle tek gjithë trevat shqiptare, në Kosovë, në Iliri, këtu dhe në Shqipëri, dhe mendoj që kom munges fjallorit të përshkruaj emocionet çfarë ishin. Ju pasi që ngritët trofeun si kampion i Malit të Zi, atko në një deklarat për televizionin tonë, ju deklaroat se tani më 10 vite me radhë do të fitojmë titullin kampion në Mal të Zi. Por këtë vit nuk e fituat titullin, por fituat kupën e Malit Zi. Ndoshta ishte gabim gjusor, sepse ne atë vlugun e emocioneve dhe euforiet, natyrisht aspiratat janë të mëdha. Ne si vjet fituam edhe një trofe që i ka mungur klubit, kur nuk e ka arrit, dhe ajo është trofeu i kupës që shpeshherë në shumë shtete është edhe trofeu më i këshishëm, më i ëmbël. Dhe ne arritëm edhe si vjet pra të shkruajmë historinë dhe të fitojmë kupën e Malit të Zi. Po, sa i përket mediumeve të Malit të Zi, sikur nuk u pritën mirë këto trofe të klubit të futbollit Deçiqi. E pam edhe në vitin e kaluar, kur u shpallet kampion, por edhe këtë vit nuk i kanë dhënë aq hapësirë sa duhet të jepet një skuadrë që fiton titullin kampionit apo kupën e një shteti. Po, fatkeqësisht ne jetojmë edhe jem në një ambient ku paragjykimet ekzistojnë. Dhe mendoj se edhe mediat malaziase nuk ishin të përgatitur edhe nuk ishin të gatshëm që mund të ndodhë që një klub nga një vend i vogël me 12.000 deri në 15.000 banor e aq më tepër prej një vend, prej një komune që është shqiptare, nuk e prisnin se mund të jetë kampion në shtetin e Malit të Zi. Aq më pak kur bëhet fjalë për një klub shqiptar në Mal të Zi. Dhe duke marrë parasysh se edhe në Mal të Zi, edhe në kohën e ish Jugosllavisë ishin dy klubet të përkdhelurit, i quaj të Malit të Zi, Budućnosti i Podgoricës dhe Sutjeska, edhe ata me një traditë dhe me një background të jashtëzakonshëm gjatë edhe sistemit pra shtetit ish Jugosllavisë, dhe ishte pajmë e gjenueshme edhe për media që ne si një klub i vogël, si një klub që nuk ishte në kreun e futbollit të Malit të Zi, të futemi në luftë për titull dhe për trofe. Dhe mendoj se përveç edhe në nënqjellit që kanë paragjykime, mendoj që edhe kjo është arsyeja pse mediat malaziase aq nuk e përcollën. Përkundrazi kemi kohëve të fundit ishim dëshmitar që kundra klubit futbollit Deçiq është duke u bërë një luftë hibride, pa arsye, pra përmes mjedeve të rrjeteve sociale. Dhe logoja me ngjyra kuqezi, sidomos. Kjo ishte edhe një ta quaj një moment që agresiviteti, pra kjo luftë hibride të rritej edhe ndrimi i logos pak muj me parë. Dhe mendoj se do të
do të përmirësohet, punojmë në drejtim që dhe imazhi ynë të përmirësohet edhe në prezantimin. Do të mësohen edhe ata me ngjyrat kuqezi, po patjetër. Pal, klubi i futbollit Deçiq këtë vit përsëri do të prezanton Malin e Zi në garat ndërkombëtare, pra në Ligën e Konferencës. Atëherë do të keni fat që kësaj radhe të gjitha ndeshjet ndërkombëtare do të zhvilloni në stadiumin tuaj në Deçiq, që është një impiant mjaft i mirë. Atëherë çfarë mund të presim, sa mund të keni përkrahje në tifozëve, sidomos atyre vendas? Po, në përcaktimin e objektivave prej momentit që mora postin e kryetarit të klubit, ishte edhe ndërtimi i infrastrukturës, sepse nuk kishim infrastrukturë. Dhe për afat mandat 4 vjeçar ne ndërtuam një infrastrukturë jashtëzakonisht të mirë, të bukur dhe që plotëson kriteret edhe për ndeshje ndërkombëtare, po. Ne për 4 vit, ne 4 herë jemi pjesëmarrës, pra këtë vit është ere 4, po. Pjesëmarrës në garat evropiane dhe tani jemi edhe adaptuar në garat evropiane. Kemi përvojë më të madhe dhe në afatin e 4 vjeçar mandatin tjetër që më kanë vazhduar, është objektivi që të bëjmë një hap matutje në kualifikime në garat evropiane dhe ky objektiv është që të kalojmë në fazat grupore. Vitin e kaluar kishim një prezentim të shkëlqyeshëm në kualifikime për Ligën e Kampionëve dhe Conference Liga dhe për pak fatin që të kualifikoheni në grupe. Në penalti dhe kundra Helsinkit, pas një prezentimit të jashtëzakonshëm, e huqëm atë rast. Mirë po si vjetë do të përpiqemi që të rrugtojmë sa ma gjatë në Evropë. Ku do t'je dalim, do të shohim, varet edhe prej shërteut. Dhe zotit jenë të suksesshëm paraqitjet, varet edhe prej shërteut, por gjithsesi do të mësojmë nga përvojat e viteve që kaluan dhe do të fuqizohemi edhe. Klubi juaj për krahin më të madhe, gjithsesi se ka nga shqiptarët, qoftë ato që jetojnë në Tuz, qoftë ato që jetojnë jashtë vendit, pra shqiptarët që jetojnë në Amerikë. Po sa keni për krahin në institucioneve marazeze? Po, sa për informat, klubi është themeluesi klubit është komuna e Tuzit. Dhe me ardhin në pushtet të partive nacionale shqiptare, përkrahja nga komuna nuk ndalë, pra është e rregullt dhe e fuqishme. Mirë po dhe ato mjete që ndanë nga komuna nuk mjaftojnë që klubi të punojnë në mënyrë profesionale dhe mjetet I gjejmë nga donatorët, sponsorët. Natyrisht diaspora luan një rol të jashtëzakonshëm dhe miq tanë që janë afaristët që punojnë dhe veprojnë si në Tuz, ashtu dhe jashtë, na mbështesin e ndihmojnë. Kemi një burim I mjeteve tash edhe nga Federata e Futbollit të Malit të Zi. Po pikërisht edhe pjesë e radhës, ishte se keni për krahjen e Federatës. Edhe tani do t'i kthejmë. Dhe natyrisht një burim mjetesh e sigurojmë edhe nga kompeticionet evropiane. Sa I përket çështjes së Federatës, me Federatën e kemi një raport jashtëzakonisht korrekt dhe të mirë, bashkëpunim të shkëlqyeshëm, sepse me fal bashkëpunimit të mirë me Federatën dhe me kryetarin Dejan Savicevic, ne I kemi ndërtuar edhe infrastrukturën që në Tuz, pra burimet mjetet financiare që kanë ra, pra në komunën tonë dhe I kemi si edhe ty, kalojnë vlerën mbi 6 milion euro. Kështu që pra nuk mungon mbështetja e Federatës. Natyrisht Federata ka dhe llogaritë mbështesin klubin e futbollit Deçiqin, të mbështesin një subjekt që nuk është me problem I shoqërisë dhe I Federatës, por tani është një mundësi. Pra kanë pa mundësinë se ne mund të zhvillojmë futbollin dhe të ndihmojmë në ngritje të cilësisë dhe futbollit të Malit të Zi. Sepse falë rezultateve tona në Evropë, Mali I Zi ja shtuan numri edhe për një.
në garat evropiane, po. Prej 3-4. Deri tani kishte 3, prej vitit të ardhshëm i ka 4 dhe këto falje dhe rezultateve tona. Sigurisht. Kur është çështja të financat veç duhet të... Kjo është edhe një objektive jona, që klubi mos të jetë më breng e shoqërisë, por klubi profesional, që duhet të jetë pra dhe futbolli aq më tepër ku të ardhurat mund të jenë të mëdha, të bëjmë klubin të qëndrueshëm në pikpamje financiare. Mos të shpenzojmë taksa paguesat, por përmes mekanizmave që janë, aktiviteteve që janë, që duhet të jenë në klub, të jetë i qëndrueshëm edhe financiarisht. Vitin e ardhshëm, pra në vitin 2026, klubi i futbollit Deqiqi shënon 100 vjetorin e themelimit. Ju, si kryetar, gjithsesi se do të keni për obligim që të organizoni një manifestim jubilar për këtë. A mendoni që të bëni një turne ku do jenë pjesëmarrës ekipe kampione nga rajoni, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni? Natyrisht në aktivitetet përgatitore për kremtimin e 100 vjetorit veç ne si klub kemi filluar. Tani, kur të kthehem në Tuzë, do kem takim edhe me komunën e Tuzit që në nivel të institucionit të krijojmë një këshill organizativ i cili do të merret me realizimin e aktiviteteve për kremtimin e 100 vjetorit. Ne veç që kemi kriju një korniz se cilat aktivitetet duhet të jenë ato, e kem krijuar edhe një periudhë kohore kur do të ishte ai aktivitet dhe do të them se përveç shkrimit, hartimit të një monografie të klubit, në cilin do të përpiqemi të qesim në dritë të gjithë ata themeluesit dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontribut gjatë 100 vjeteve, po, normalisht. Kemi parapara edhe disa aktivitete. Kjo ide që ju sugjeron edhe të cekni është një ide shkëlqyeshme, jashtëzakonshme, por kjo për një turne mbarkombëtar është një ide shkëlqyeshme, por nuk e di sa do të jetë e mundshme të realizohet dhe ne do të analizojmë gjithsesi, sepse në atë kohë kur ne planifikojmë të organizojmë tajde promovimin qendror, pra në gusht të vitit të ardhshëm, pra 2006, mund të jenë klubet e nxënë në garat evropiane, në kampionate, por ne gjithsesi do të përpiqemi të harmonizojmë dhe pse jo dhe mos të realizojmë këtë turne. Si keni raportet me Federatën e Futbollit të Shqipërisë, Kosovës dhe këtu në Federatën e Maqedonisë së Veriut? Prapë po e përsëris, kishim objektiv në fillim që të identifikohemi si klub, të krijojmë imazhin tonë dhe fal kontakteve që shkollore, pra, gjatë studimeve dhe miqeve që kemi raportet i kemi të shkëlqyeshme me Federatën e Futbollit të Kosovës. Gjithashtu i kishim raportet edhe mira deri sa ishte zoti Muhamet Sejdini, po. Sejdini, kryetar i Federatës Maqedonisë Veriut, po. Me Federatën Shqiptare të Futbollit edhe aty i kemi raportet korrekte, mirë po duhet ma shumë të fillojmë ato raporte. Kurse sa i përket raporteve me klube. Pikërisht ishte pjesë e radhës, si janë raportet me klubet e futbollit, po? I kem raportet e shkëlqyeshme. Me klubet shqiptare në Maqedoni? Po, me të gjithë i kemi raportet e shkëlqyeshme, sepse kemi punuar në atë drejtim, edhe pse deri para 4-5 viteve ne nuk na njihnin, ishim të pa evidentuar në hartën e gjeografinë e klubeve shqiptare. Tani e kemi krijuar një imazh dhe kemi treguar letër njoftimin tonë. Deri më tani, sipas njohurive tona, ju nuk keni pasur të angazhuar asnjë futbollist shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Edhe nga Kosova, nuk e di a keni pasur, por a mendoni që në të ardhmen të angazhoni futbollist
Në afatin kalimtar, për shembull, për klubin e futbollit Deçiqi, që do të ndihmonin për garat evropiane, sidomos. Po, kjo është një pikë dobët ose të qoj një plagë e jona, sepse rregulloret e Federatës Futbollit të Malit të Zi nuk lejojnë ma shumë se 3 lojtarë me pasaportat e huaja. Pastaj, është edhe një problem tjetër. Jo se mungon dëshira dhe vullneti. Ne kishim Erion Vucaj para 2 vitesh lojtar aty. Shprehem dëshirë që të kemi edhe të tjerë. Mirë po niveli i pagave është në disproporcion dhe është shumë më i ulët të na se sa në Kosovë, në Macedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Dhe ky është profesion që s'ka mëshirë. Nëse ke mundësi të paguash, aty merr lojtarin e mirë. Dhe ne do të përpiqemi gjithsesi, do të përpiqemi dhe jemi të hapur që të kemi sa më shumë lojtarë nga këto 3 treva shqiptare. Kur mund të presim një ndeshje ndërmjet klubit të futbollit Shkëndia, që është një simbol i futbollit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, dhe klubit tuaj Deçiqi? Kur e përmende Shkëndin, më kujtohet intervista e parë me ju që e bam në Tuzë dhe jam mirënjohës për atë. Dhe në atë intervistë më kujtohet, sepse unë e kom edhe një moto, e kom një motiv, se mund të arrijm kulmet në majet e futbollit në Malë të Zi, ishte Shkëndia. Sepse ajo e dëshmoj se në Macedoninë e Veriut, Shkëndia, pra kampioni shumë fisht, dhe kur ka mujt Shkëndia, kjo ishte edhe motivi ynë, kur Shkëndia u bë kampion, pse jo... Tani mo 5 herë kampioni i Maqedonisë së Veriut. Në këtë drejtim, dëshira ime është e flakt, po, dhe publikisht tash edhe po i ftoj edhe drejtuesit e Shkëndijës, po. Shkëndijës që i kemi raportet e mira dhe veç është çështje kohe, çështje kalendarit, se nuk kemi kur farë pengesash. Nëse deri si vjetë kishim pengesa ne, që në Tuzë të luhet një ndeshje e tillë për shkak të mungesës së infrastrukturës, prej vitit, pra prej nëntorit të vitit të kaluar dhe në të ardhmen, s'kemi as pak pengesa dhe do t'ishte një kënaqësi e madhe që të luajmë një ndeshje miqësore me ta dhe të thëdhojmë bashkëpunimin. A keni diçka të shtoni që unë nuk ju kam pyetur? Po, e ndjej për nevojë të shprehi edhe trazirat që u banë mediatike, që u banë rreth ndërimit të amblemit të klubit Deçiqi, rreth ndërimit të ngjyrave të fanellave dhe të klubit. Ne kishim ngjyrat bardhë, blu dhe yllën e kuq në ato ishin, mendoj që ishin simbolet simbolet e një sistemit, pra simbolet e imponuara të një sistemit komunist, dhe ideja jonë dhe objektiva jonë ishte që të kthejmë klubin në identitet, në ngjyrat autoktone që i takon Kuqezi. Dhe krejt ky proces i kthimit të ngjyrave të përcjell në mediat malezeze, serbe, por dhe të një pjesë të një struktura të në Tuzë, shkaktuan revolt, shkaktuan një kampanjë të pa parë kundra klubit, por ne krejt gjithë ato aktivitete veprimtari i bam në pajtim me kushtetutën e Malit të Zi, në pajtim me rregulloret e UEFA-s dhe FIFA-s, në pajtim me rregulloret e Federatës Futbollit Malit të Zi dhe në pajtim me statutin tonë. Ashtu që aty është akti kryem, punë kryem, dhe kjo vetëm është një hap matutje që klubit i kthehet identiteti nga vendi i cili takon. Sepse ne pe përsëris edhe një herë, deri para 5 viteve ishim si një fëmijë i humbur i një familjeve diku në
në gjeografi, dhe tani i kthehemi familjes sonë shqiptare. Më kujtohet një artikull që kur fitum të drejten të jemi pjesëmarrës në garat evropiane, ishim klubi i 11 shqiptar në kompeticionet evropiane. Asnjë komb në Evropë nuk ka pasur ata. Pali, unë jam i mendimit se takimi jonë i radhës do të jetë pikërisht në Tus, në ndonjë ndeshje spektakulare në garat evropiane. Ndërsa përjupjeja e fundit do të jetë cila është porosia e kryetarit të klubit të futbollit të Deciqi, drejtuar klubeve të futbollit këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Cila është porosia juaj si kryetar i një klubi shqiptar që jeton dhe vepron në Maltezi? Po, uroj që takimi jonë i radhës. Takimi jonë i radhës të jetë në një ndeshje spektakulare, uroj që të jetë augur i mirë për ne, dhe ne do të përpiqemi të bëjmë ata. Kurse porosia, unë me thotë të drejtën, unë kur bëj takimet e tilla ose kur vizitoj klubet e tjera, unë përpiqem të përfitoj nga ta dhe të mësoj nga ta. Unë akoma jam i vogël të mësoj, po mirë po porosia ime është që të thellojnë bashkëpunimin klubet shqiptare. Bashkëpunim vëllazëror. Bashkëpunim, po, të thellojnë bashkëpunimin. E di se në fush dhe në gara, në kompeticion, duhet të jetë rivaliteti, por jashtë garave të thellojnë bashkëpunimin me qëllim që të ngrisin cilësi dhe të ngrisin nivelin, edhe në pikpamje organizative, edhe në pikpamje kadrovike. Pra në këtë drejtim i ftoj edhe unë që në këtë drejtim të bashkëpunojmë të gjitha klubet. Këtu nuk do të kemi smir, nuk do të kemi zili, nuk do të kemi xhelozi inate. Unë i gëzojmë çdo suksesit të klubeve të shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Pal, unë kam nderin që ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Domethënë përzemërsisht ju falenderoj dhe shpresojmë se do të kemi edhe takime tjera në këtë drejtim, në intervista tjera dhe suksese, sidomos në 100 vjetorin e klubit të futbollit Deciqi. Faleminderit Shaban, dhe duhet të them edhe këta se ju jeni një prej atyre të parëve që kanë promovuar klubin tonë dhe kanë ndihmuar në ndërtimin e imazhit të klubit tonë. Faleminderit. Faleminderit. Ndërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, miru pafshim.